Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK në zbatim të masës së detyrimit paraqitjes në lidhje me dosjen Partizani. Para ambienteve të prokurorisë së posaçme, ai u prit nga disa simpatizantë dhe deputet të Partisë Demokratike. Pas daljes nga ambientet e prokurorisë së posaçme, Berisha sulmoi kreun e SPAK-ut Altin Dumanin duke e quajtur shërbëtor të shpifur të Ulsi Manjës dhe Arben Rakipit. Berisha thotë se Dumani qëndron në krye të amnistisë së krimit elektoral. Mëtej ai theksoi se Partia Demokratike ka ndjekur rrugën ligjore, duke dorëzuar padi, por nuk ka besim se drejtësia do të veprojë në mënyrë të paanshme. Partia Demokratike ka dorëzuar gjatë fushatës elektorale mbi 15 padi, të cilat do të kenë fatin e të gjitha padive të tjera, sepse në krye të amnistisë së krimit elektoral qëndron Altin Dumani, shërbëtori shpifur I Ulsi Manjës dhe Arben Rakipit, I keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. Prokurorët e tjerë kanë një drejtues dhe ju e patë rastin e Veliajt. Nuk ju bëri përshtypje se si arrestuari me firmë të Altin Dumanit, për këtë gjë u bë fajtor Olsi Dado. Për të mbrojtur Dumanin ja veshën të gjitha ato që bëri Dumani Olsi Dados. Edhe po të kenë vullnet me atë që u bë, ata do të heshtin, thot Berisha.